Kanë kaluar disa muaj nga njoftimi i Ministrisë për Punë të Brendshme të Republikës së Kosovës në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e vizitorëve për ligjin për automjetet. Ndërkaq tash është afruar afati për aplikimin e plotë të këtij ligji, i cili merr zbatim nga 15 marsi 2026. Në njoftimin e Ministrisë janë parapar rregullat dhe ligjet që vizitorët që hyjnë në Kosovë duhet i kenë parasysh. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të shtetasit të huaj lejohet të qarkullojë deri në 3 muaj nga data e hyrjes në Kosovë. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës lejohet të qarkullojë deri në 3 muaj nga data e hyrjes në Kosovë. Qytetari i Kosovës duhet të ketë të rregulluar lejen e qëndrimit të përkohshme ose të përhershme dhe ta tregojë në çdo rast kur kërkohet nga personi i autorizuar. Automjetin e regjistruar jashtë Kosovës nuk mund ta drejtojë shtetasi kosovar pa praninë e pronarit dhe as të autorizohet që të qarkullojë në Kosovë. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë Kosovës mund ta drejtojë qytetari i Kosovës, nëse i njëjti gjithashtu ka qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në shtetin prej nga vjen automjeti dhe duhet të ketë autorizim nga shteti ku është i regjistruar automjeti. Personi i cili nuk ka të rregulluar qëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm nga vendi ku importohet automjeti, lejohet të qarkullojë deri në 8 ditë nga data e hyrjes në Kosovë. Shtetasi i huaj, të cilit i është lejuar qëndrimi i përkohshëm ose i përhershëm në Kosovë, apo qytetari i Kosovës, i cili kthehet nga shtetet e huaja, mund ta drejtojë automjetin me patent shofer të huaj të vlefshme deri në 1 vit nga dita e hyrjes në Kosovë. Tutje nga Ministria është vëreditur se nëse nuk respektohen pikat e parapara, do të merren masa në përputhje me legjislacionin përkatës.